Sfidat e bashkëjetesës. Është një ndër problematikat e shoqërisë tonë që hera herës zë shumë vend në ligjërimin publik. Sepse sfidat e bashkëjetesës janë dhe sfidat e përditshmërisë, sfida sociale, sfida shoqërore. Jetojmë në një shoqëri, jo vetëm sot, sepse e tillë është ndërtuar shoqëria njerëzore, ku diferencat me plot diferenca në planin etnik, diferenca në planin e besimit, diferenca në planin e gustos jetësore, përsa i përket aspekteve të ndryshme sociale, e tjera. Por ne jemi njerëz dhe me gjithë të ndryshmeve tona, në një farë mënyre, në thonjë se jemi dënuar të bashkëjetojmë me njëri tjetrin. Bashkëjetesës i ngjitet edhe një term tjetër, tolerancë. Gjithmonë, tolerancë fetare ose tolerancë sociale, tolerancë etnike. Për të sqaruar pikërisht nga shumë pikpamje, ç'është bashkëjetesa, burimi i saj fetar, burimi i saj kuranor, ku qëndron bashkëjetesa me tolerancën, a kanë diferenca midis tyre, a spekulohet me këto, unë kam të ftuar hoxhën e nderuar doktor Shefqet Krasiqi, i cili përpos shumë tematikave të tjera edhe këtë e ka me shumë përzemër, pra çështjen e bashkëjetesës fetare dhe njëkohësisht etnike, me që ne si shoqëri shqiptare i kemi të gjitha këto aspekte, apo jo? Sepse jemi një shoqëri me disa besime, po jemi shoqëri ku pjesë të ndryshme nacionaliteti i kemi brenda nesh në hapësinën shqiptare, ashtu siç enklava shqiptare gjendet tek nacionalitetet të tjera. Pra i kemi gjithë të sfida. Unë të falenderoj që zgjodhe të ndash me ne. Pikërisht idetë, mendimet, vizionet e tua dhe mësimet e tua për këtë çështje kaq të mpret që i gjithë publiku besoj është interesuar të dëgjojë nga hoxha i nderuar. Ç'është bashkëjetesa, ç'është toleranca? Jeni i lirë të komentoni nëse ka diferenca midis të dyjave dhe më pas, kush janë në konceptin islam, si shpjegohet edhe si përcillet mesazhi i bashkëjetesës? Fetare apo etnike? Bismillahirrahmanirrahim. Faleminderit për ftesën, Zoti ju shpërbleft.